Pas vendimit për rinumërimin e afro 40% të kutive të votimit në rang kombëtar, ka reaguar ashpër Myslim Murrizi, kandidat për deputet i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Edhe pse rezultojnë ndër më të votuarit, Murrizi nuk arriti të marrë një mandat deputeti për shkak të sistemit të kontestuar elektoral. Në një deklaratë të fortë në rrjetet sociale, ai akuzon drejtuesit e reformës zgjedhore të PD-s për mosbesim ndaj strukturave të veta të partisë dhe për bashkëpunimin e heshtur me administratën e Çelibashit. Ai nuk kursen ironinë dhe gjuhën e ashpër ndaj Bylyk Bashit e Bardhit, duke i akuzuar për manipulime dhe për çmim ndaj votuesve demokrat. Murrizi, nga 5200 qendra votimi që ka gjithsej Shqipëria, me kërkesë të PD do të rinumërohen 1914 qendra votimi, ose rreth 40% e totalit në të gjithë vendin. Dy qarqet më të mëdha, Tirana dhe Fieri, do të rinumërohen tërësisht. Atëherë kam një pyetje për baballarët dhe mamallarët e reformës zgjedhore të PD-s, zotin Oerd Bylyk Bashi dhe zotin Gazmend Bardhi, kur i besoni më shumë administratës zgjedhore të KQZ-s së Çelibashit, sesa komisionerëve dhe numëruesve tuaj të PD-s, pse nuk u dakordsuat me rekomandimet të 10 vjeçare të OSBE ODIR për të pasur administratë zgjedhore dhe komisioner politik nga PD, PS, DSI, se për kodin zgjedhor bastard që mbyll 90% të garës përfituesve, nga 50 deputet mbyllen 46. E di mirë që e bët për bythën tuaj të përdredhur, nga që keni frikë si djalli nga uji i bekuar të shkoni tek vota e qytetarit. Në çdo palë zgjedhje, nuk lini pa shpikur modelin më të ndyrë për një karrige të kalbur në parlament. Po demokratët çfarë faj kanë që të turojnë mosbesimin dhe mosvlerësimin tuaj?